Me ekspozitën përmbyllëse të mbajtur mbrëm në Qendrën për Kulturë në Gostivar, u kurorzua edicioni 21 i Kolonisë Ndërkombëtare Artistike Gostivari 2026, e cila u zhvillua nga data 25 deri më 28 qershor. Ekspozita solli para publikut të rreth 30 vepra të realizuara gjatë ditëve të kolonisë, duke shpalosur stile, teknika dhe qasje të ndryshme artistike. Artdashës, përfaqësues institucionesh, artistë dhe mysafirë të shumt, patën mundësinë të njihen nga afër me krijimet që pasqyrojnë frymëzimin, dialogun kulturor dhe procesin krijues të autorëve pjesëmarrës. Kryetari i shoqatës së artistëve figurativ Draudakum Arjan Rufati tha se përmbyllja e këtij edicioni nënkupton një fond prej 30 veprash të krijuara nga emra të njohur të artit në vende më gjerë. Sipas tij, vlera e kolonisë qëndron tek veprat e realizuara, si dhe tek atmosfera krijuese që u ndërtua mes artistëve, shkëmbimi i përvojave profesionale dhe mbështetja që autorët me përvojë u dhan artistëve të rinj, duke u apërcjell teknikat dhe sekretet e rrugtimit drejt suksesit artistik. Kolonia Artistike Gostivari 2026 filloi me 25 dhe sot përfundon me datë 28. Për këto ditë kemi pasur gjithsej 30 artistë nga vendi dhe nga bota. Na kanë përfaqësuar 8 shtetet e botës dhe gjithë artistët nga Maqedonia e Veriut. Në këtë ekspozitë kanë marrë pjesë diku 10 artistë ndërkombëtar, 10 artistë nga brenda shtetit dhe 10 artistë gostivares, kryesisht të rinj. Është një mundësi e mirë për artistët e rinj që të ekspozojnë dhe të njihen me këto artistë të njohur ndërkombëtar. Ne sot e përfundojmë këtë rrugtim të këtij viti me 30 vepra artistike, me 30 vepra të cilat gjyshtuan shoqatës së artistëve, me 30 vepra të cilat gjyshtuan Gostivarit dhe me 30 vepra të cilat ne e kemi begatuar jo vetëm qytetin tonë, por edhe shtetin tonë. Nga se në gjatë kësaj periudhe artistët nuk kanë qëndruar vetëm në Gostivar, por kemi qenë edhe në Ohër, edhe në Mavrov dhe në disa vende tjera. Andaj, kjo aktivitet do të përkrahet dhe besojmë se nuk do ndalet. Është njëri ndër aktivitetet më të vjetra të cilë organizohet kulturore, prandaj besojmë se edhe në vitet e ardhshme do të jemi të suksesshëm dhe do t'ja dalim ba. Ekspozitës i parapriu një program 4 ditor gjatë të cilit artistë vendor dhe ndërkombëtar punuan pra njëri tjetrit duke eksperimentuar me format, ngjyrat dhe kompozimet të ndryshme, ndërsa krijimtaria e tyre u shndrua në një urë komunikimi mes kulturave dhe brezave të artistëve. Kolonia Ndërkombëtare Artistike Gostivari 2026 edhe këtë vit konfirmoi rolin e saj si një nga manifestimet më të rëndësishme të artit figurativ në rajon, duke promovuar krijimtarinë bashkëkohore, bashkëpunimin ndërkombëtar dhe pasurimin e fondit artistik e kulturor të Gostivarit. Në fund të kësaj ceremonie, të gjithë artistët pjesëmarrës u nderuan me nga një certifikat.